Shtohen rastet e dhunës në familje në juglindje të vendit. Sipas specialistëve të fushës janë rritur për shkak të kushteve të vështira ekonomike, emigracioni dhe xhelozisë. Sipas psikologës Shiljeta Simaku, ajo çfarë shqetëson më tepër është rrjeqja e palëve të dhunuara kur janë në proces gjyqësor. Që prej 2022-shit edhe deri sot, dhuna në familje rastet e dhunës në familje janë shtuar mjaft. Ajo që ne dimë me siguri është çështjet ekonomike, që sigurisht janë një faktor që ndikojnë ndjeshëm në rritjen e dhunës në familje. Shkak i rëndësishëm është xhelozia në marrëdhëniet brenda familjes, por gjithashtu edhe emigrimi është një faktor që ndikon. Ajo që na ka bërë ne përshtypje profesionistëve është që pavarësisht se ka momente të denoncimit të rasteve të dhunës në organet kompetente, është parë që në momentin që rasti çohet në polici, në momentin që kapet ose personi i cili dhunon, dhunuesi në këtë rast, pastaj gruaja, vajza ose fëmia duan të tërheqin denoncimin për shkak të presionit të madh që ndodh brenda në familje, ndoshta edhe të familjes dhe të komunitetit në përgjithësi. Një gjë e tillë pranohet edhe nga avokati Cristiano Kocibelli, por ai shton se ka patur jo pak raste kur gjykata e Korçës ka vazhduar hetimin pa praninë e palës së dhunuar në seancë gjyqësore. Arsyeja kryesore është pasiguria ekonomike, pasiguria financiare e zonjave dhe grave, të cilat më pas tepen. Domethënë hapin e parë e marrin, ndoshta është hap të cilat ato e kanë menduar prej kohësh, por kur e mendojnë mirë, atëherë e kuptojnë që në rast se unë do shkoj akoma atej, unë do kem pasiguri ku do qëndroj, pasigurinë e ushqimit, pasigurinë e mbajtjes së fëmijëve dhe të shkollimit të fëmijëve, dhe ka disa arsye të tjera të cilat i bëjnë këto gra dhe këto zonja që të tërhiqen në një moment të dytë pasi vinë në dyert e gjykatave. Burimet zyrtare pranë drejtorisë vendore të policisë së Korçës bëjnë me di se gjatë periudhës janar-maj ka më shumë se 95 raste dhune në familje e në gjithë këto raste personat e dhunuar janë pajisur me urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje.